para të zeza dhe është në moshën 18 vjeç, përgjithësinë e mban prindit ose kujdesari. Por ne kemi lënë klauzura ligjore të flenë atje. Unë si kam lënë, duke bërë një jetë publike, bërë më i përgjeshëm kur dalë flasë. Mund të kundërshtoj njëri si opinion politik, po të paktën juridik dhe tani, pse lutem që Zoti më mbylli gojën kur s'kam çfarë them, ose nuk duhet ta them diçka. Tani ka forma tjera të cilat e implikojnë atë pafund. Megjithatë, ai ka mohuar Ismailin, që e ka mik. Por sistemi tim s'flet. Thotë që ka qenë me të. Po bashkëpunëtorët e tij kanë folur dhe kanë pas porosira që ky do jetë në këtë grup pune që s'i takon. Po ka vajtur atje, i ka bërë takime. Thonë që ka dhe fotografi, le t'i nxjerrin, le të marrin guximin tjerë të nxjerrin. Deri tani, unë kam vërë diçka, ishte i qetë sa pa u thritur s'pak si person. Kur u thy ajo atuja, ra atuja, kur e thritën zotëri, bën 2 vjet besoj, për 4-5 muaj, kur u thirë për parë në SPAK, aty shkalloj komplet pasaj. E humbi komplet atë qetësinë dhe dashurinë që e kishte marrë. Atë maturinë që tregonte. Po, që e kishin dhënë këto lobingjet gjermane për ta kuruar që nga viti 2013 e këtej. E humbi sa filloi typ edhe si për ta las tabelave që ka gjetë pasaj, poshtë përpjet. Ipte në një aty në sipër këto kodrave Tiranës, si ishte një. Edhe bëri dhe, si ta e kam bërë, tha, atrakcion turistik, tha. Po. A tabele. Kështu që zotëria e di. Ai e di më mirë se gjithë çfarë ka bërë. Dhe kanë ndjekur atë rrugën që themi ne me gjuhë popullore, nuk thot ndonjëherë Hajduti, sidomos Hajduti shqiptar që vodha. Dikur në kotën veri thonte se kishe procedurë tjetër, do ta thoje se mbaj do të nguris. Dajakun që t'jepnin. Por tani me këto procedura, këto janë, respektojnë drejtën e njeriut, ne respektojmë edhe gjykata, besoj dhe prokuroria, respektojnë drejtën e tij, thotë ato që thotë ai, po ato do vendosin sipas fakteve të mbështetura në prova dhe bindjes tyre. Le të justifikojmë me ata, qoftë ato video që hoqin nga YouTube-i, edhe pronë të tjera. Mendoj që janë nga YouTube-i. Ju thoni për atë emisionin që tregoheshe pompoziteti. Ç'o tregohet, ç'a them? Më thuaj se si dalin këto nga i cop tok atje, edhe ky si Dondri Berishës, nga i cop tok të Unazare me prona pafund. Po shpenzimet që ka bërë. Por thuaj që ka dhe prona jashtë, ja gjen. Po bashkëpunëtorëve të tij. Se këta nuk janë vetëm te sistemi gjakut, familjar, dhe në brez 4, po të janë dhe ke bashkëpunëtorët e tij. Si mund ta krijonte Meta një formacion politik pa mendim politik brenda, që ishte thjesht një organizim për të marrë pushtet edhe për të pasuruar. Të shqiptarët e dinë mirë. Mund të ketë lloj idealizmi KPS-ja apo KPD-ja. Prap ka njerëz që janë të përsekutuar dhe shohin si zëdhënësën e tyre për dënë. Ka njerëz KPS-ja, jo kjo pjesa e Rilindjes, kjo pjesa tjetër, po marr një shembull Erion Braçën për shembull, që e shohin ka një lloj idealizmi. Ke rastin e Alben Malajt. Po flas për këta që janë për këta që janë po, e kuptova. Më klasik. Si Sabit Brokaj për shembull që ka qenë. Po. Miku im. Po të gjesh idealizëm ke LSI-ja, ky skandal. Që ku ka hikur për asaj partie, Sabiti, Plumçufi e tjerë, aty ngelen thjesht njerëz meskin, për interesa, i shërbenin Metës, merrnin ofiqe, pasuroheshin, para syve tanë, janë zhgërryer në llumin e pislikut tyre, tani ka ardhur koha të paguajnë. Për mua hetimi duhet ishte më i zgjeruar. Të gjithë ata, me roje, me çka ka pasur zotëria, me shofera që janë bërë biznesmen. Këto karta, çfarë janë këto karta që këto përdoren? Po t'i kthehesh memorjes, edhe një takim që ka pasur Rama me të vetët, i ka thonë kujdes juve, ministrat e tyre, me ato kartat. Po s'është në emrin tim, është në emër një biznesi tjetër, unë marr karta dhe bëj si zgjuar me ato karta, të offshore apo dikujt tjetër që i ke bërë ndere ku ta di unë, edhe zhgëryu ble me ato kartat. Ka shumë me këto karta. Po thuj gjithë ministrat shqiptarë kanë përdorur karta të tilla. Këta e marrë tani këtë moment vetëm me Metën. Po të hysh të gjithë kanë bërë investime që nuk
Meri kredit. Pare, ti dje s'kishe prona, s'kishe zhvillim, sa hymë bësh ministër, të bëhet gruaja biznesmene, merr kredit 270.000 euro, pa ne themi shifër, se shifër saktë që them për dikë, dhe lan shpejt, po te dje s'kishe më. Te dje të 2 kostume që kishe mbaj aty, rije i xhaket tjetër për pamon tjera. Tani, sa u fute këtu, tu bëdhe gruaja më zgjuar, më frutdhënëse, ku ta diun e tjerë. Gjithë tyre ju bëhet edhe babai më kursimtare, mamaja, gjyshi, vëllezërit gjithë. Për Shqip, këta kanë hyrë, kanë përvetësuar pasuritë publike, i kanë tjetërsuar dhe kanë përdorur edhe kompanitë offshore, që është turp që akoma marrin pjesë të kompani offshore në investimin dhe në shpërndarjen e parave publike, me tendera, me koncesiona apo e tjerë, se mund të jetë vetë ministri. Ka bërë një kompani offshore që nuk deklaron përfituesin fundor. Dhe ai kanë nxjerrë dhe ligjin konflikt me interesin për kompaninë e vet, për ta çuar gjithçka ka kompania vet. Edhe para dalin nga Shqipëria, kjo është më e keqe. Se ka dhe banka offshore, dalin para nga Shqipëria dhe na rrof ne që kemi 30 vite që rripemi, zhbëhemi, edhe në fund fare, akoma këta nuk janë kujtuar që ka dhe minimum jetik. Këto karta kanë qenë tek pjesa, po thuaj, pjesa më e madhe e politikës që ka pas poste ekzekutive. Këta Romeo përdorin kartat e biznesmenëve për të tjerë. Për të qenë të babzitur. Tu ka dhe pasim paraja, kupton? Dhe kur vërtetohen këto, dhe ti ke marrë këto të ardhur, ato shërbime, mund të marrë shërbime zotëria me këto karta. Edhe ky nuk di gjë se nga i vinë. Ka bërë ca deklarime thotë që si kanë bërë Monika puni firmosa mirëbesim, po kështu shkojnë do punë pastaj. Herë tjetër kur të martohet për herë dytë, shoj mirë me këtë martohet. Që mos firmosim më mirëbesim ashtu. Ka diçka në fakt, Romeo, nëse ne qëndrojmë në këto zhvillime, duket sikur Ilir Meta tashmë po tenton ta lë gjithë fajin tek Monika Kryemadhi, apo Monika Kryemadhi e ka shitur Ilir Metën dhe ja ka përcaktuar fatin e vet penal, po them, se politik, gati dhe politik, po dhe penal. Mendoj që ajo ka një i fije burnim të tepër se ai. Ajo e ka marrë për si për vetë. Monika më burri se Ilir Meta. Pa diskutim. Njeriu nuk bën çepaze gruan, edhe sikur të ketë bërë gruat punë, nuk bën çepaze. Ka një raport dinjitoz midis tyre. Kështu që ajo shumë më dinjitoze se ai. Bashkë kanë bërë punën. Harrohet i që ky nuk e dinte, se më çfarë marrë ky nuk e dinte tani. Se ky vetëm me dekoratat të morë të vitet e fundit, me çfarë është marrë? Mund të ndodhi që zonja Kryemadhi këtë film që po bën sepse ka lançuar që do të bëjë një film, mund të japi dhe mesazhe edhe për Ilir Metën, se tashmë ajo duke xhiruar një film, duke ju përshtatur karrierës saj, Ilir Meta në anën tjetër qëndron pas hekurave dhe lufton për një betejë për liri dhe dinjitet siç thot ai. Po kjo punë. Është vërtet kjo që po të them. Kemi pas në lagje një kru problematike, e cila thoshte e shkuar morshu, e kështë edhe rëshonte pak fjalorin, ne e dinim që atë kaluar kishte, jam gru zonjë, tha me që ka pelin gjithë lagje. Edhe jam për me dignitet e një të vetën. Tani, unë po të kisha mundësi se një bashkëpunëtorit Metës ja kam bërë. As i shkojnë burg, ju dhurova për vitëri një libër. Shkëlqimi dhe rënë e shokut Zilo dhe thash, herë tjetër, parë se të mendosh për ngritje, mendo për rënë, thash. Po pati tjetër herë. Kështu që mund ta fusin atë filmin e vetë, një diçka të tillë Monika. Ti shërbej Metës për refleksion, se na është betuar që do kthehet bëhet edhe një kryeministër, pastaj 80 vjeç president. Me që ati i dalin këto ëndrat me herë, se Shqipëri
dalin ëndra më të pamendueshme në herë, ta ketë parasysh kur të bëhet president prapë. Fakt, para se të kaloj te pyetja e radhës, do doja të falenderoja secilin prej teleshikuesve që na shkruan live Romeo dhe këtu po marr pak kohë. Na ka shkruar Geri Praga, na ka shkruar Mimi Mevlani, gjithashtu na ka shkruar Transe, zoti Kara, respekte për kurajon tuaj, thotë, dhe na shkruan dhe Albana Alimani, i cili thotë Ermal urime për emisionin, zoti Kara ju uroj forcë për luftën ndaj politikës kriminale. Doja në fakt falenderoj secilin prej teleshikuesve dhe miqve që na ndjekin këtu në emisionin Sinjal në Antena Televizion, që komentojnë, japin mendimin e tyre, por edhe ne i ftojmë që të na sugjerojnë për tema që ata kanë dëshirë të flasin, ose qoftë të na shkruajnë edhe për një intervistë me ta për ta bërë këtë një antenë që të çon sinjal në çdo vend ku flitet shqip në diasporë, por edhe në Shqipëri. Avokat,